Mirëmbrëma nderuar shikues, ja ku jemi këtu në Gjeo Kult, ku si zakonisht ditën e shtunë do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër pa shumë komente të lajmeve të javës. Si gjithmonë dua t'ju kujtoj që ata që ende nuk e bërë subscribe, por që dëshirojnë të ndjekin emisionet e ndryshme të podcastit Okult, mund të bëjnë një subscribe dhe i ndjekim ne në vend që të na ndjekin ata. Njëkohësisht dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që kontribojnë për mbërvajtjen e këtij emisioni, të cilët do të shfaqen vazhdimisht në fund të ekranit dhe ofrojnë mallra dhe shërbime cilësore dhe janë të përzgjedhur nga ne në mes të një morie më të madhe emrash për llojet e mallrave dhe shërbimeve të tyre, dhe për të kontaktuar me ta mjafton një googlim dhe aty keni të gjitha informacionet dhe pikat e kontaktit. Po fillojmë me disa lajme të rëndësishme nga lajmet brenda vendit. E rëndësishme është që ka një konflikt në tukje midis pushtetit ekzekutiv ose qeverisë dhe pushtetit të drejtësisë. Rama në një postim ka thënë për çështjen Balluku, duke apeluar vendimin e GKK-s të shkallës së parë për gjykatës speciale, të cilat mund të apelojnë vetëm në gjykatën kushtetuese, ka thënë se nuk është dakord me vendimin qeveria për shkarkimin e zëvendës kryeministres Balluku nga funksioni i saj si zëvendës kryeministre dhe ministre e qeverisë Rama, dhe do të ketë një shqyrtim nga kjo gjykatë për të vendosur nëse vendimi i GKK-s është i drejtë apo jo, për sa kohë që zonja Balluku lihet e lirë, por i është marrë kërkohet njëkohësisht që t'i merret dhe pasaporta, që të eliminohet në mundësi, siç është shprehur gjykata në vendimin e saj, për të hequr mundësia për ndonjë largim të mundshëm, dhe njëkohësisht kërkohet largimi nga posti që të mos ripërsëriten akte të tilla për të cilat ajo akuzohet nga prokuroria ose është thirrur nga prokuroria si e pandehur për çështje të korrupsionit, dhe së dyti që të mos ketë mundësi të bëj presion mbi dëshmitarët. Njëkohësisht bashkë me zonjën Balluku, gjykata ka marrë vendime edhe për dy zyrtarë të tjerë që varen nga ajo dhe të cilët njëkohësisht akuzohen nga prokuroria si bashkëpjesëmarrës në korrupsion. Vlen të theksohet dhe një lajm tjetër ku Banka Botërore, e cila zotërohet nga disa aksioner privat, pavarësisht se ka emrin Botërore, ku spikat familja Rothschild, kërkon që të shtrihet baza e tatueshme e subjekteve private dhe individuale të shqiptarëve, ku përfaqësuesi i saj Massimiliano Paolucci kërkon që të mblidhen taksa në qerat, gjë e cila do të shtojë patjetër çmimin e qerave dhe do të rritë kostot e jetesës, sidomos për çiftet apo individët të cilët marrin objekte banimi kryesisht me qera, por edhe ata që bëjnë biznese do t'ju rritet kostoja e qeras, sepse shpeshherë, sidomos për banesat, dihet që shqiptarët bëjnë marrëveshje verbale dhe jo marrëveshje notariale, nëpërmjet të cilave janë detyruar të paguajnë përqindjen e caktuar të tatimit në shtet. Pra ka informalitet në qerat dhe Banka Botërore kërkon ta luftojë këtë informalitet për të rritur të ardhurat e qeverisë. Njëkohësisht Banka Botërore kërkon taksa mbi pronat të patundshme, siç janë tokat bujqësore apo objektet e ndryshme të banimit, të biznesit e të tjera në të gjithë territorin e vendit. Njëkohësisht kërkon dhe taksë karboni,
sipas frymëzimeve që kanë këta, frymëzime të cilat po i lufton qeveria Trump, bazuar tek parimet tek traktati i Parisit dhe i Rio de Janeiros më përpara, gjoja mbi ngrohen globale për të rritur taksat ndaj të pasurve, kryesisht të cilët shkaktojnë karbon, por edhe mbi buqit të cilët kanë kafshë shtëpiake, sidomos gjedhë të mëdha, të cilat sipas tyre emetojnë shumë karbon dhe duhet të paguajnë, dhe kjo bëhet për të luftuar mundësinë e mbajtjes nga buqit të gjedhëve, uljes së numrit të tyre, uljes së mishit organik, uljes ngritjes së mundësive të prodhimit me printim nga kompjuteri, nga shtëpia, të mishit inorganik sintetik, të cilin këta janë duke i promovuar dhe mbi të gjitha baza e ngrohjes globale nga shumë studiues serioz ka dalë, dhe nga qeveria Trump ka dalë, që është një gënjeshtër e madhe për të rritur bazën e tatueshme dhe për të ulur numrin e popullsisë, me qëllim duke ulur sasitë e përgjithshme të proteinave ushqimore për njerëzit, dhe si dhe nën produkteve plektorale të këtyre kafshëve shtëpiake. Mirë, vazhdojmë me ngjarje të tjera të rëndësishme. Ka dalë një plan paqe në dritë midis Rusisë dhe Ukrainës, e propozuar me 28 pika, e propozuar nga qeveria Trump, të cilën presidenti Zelenski të Ukrainës ja ka paraqitur sekretari i ushtrisë të Shtetit të Shtetet Bashkuara, Dan Driscoll, ditën e njëjtë, pra para 2 ditëve. Zelenski ka deklaruar që kemi përpara 2 mundësi: të humbasim dinjitetin ose Aleancën e Shteteve të Bashkuara, për të cilave nuk mund t'i mbajmë dot të dyja, ka thënë ai, duke nënkuptuar që mund të refuzoj planin prej 28 pika të Shtetet të Bashkuara, me plan për të cilin ka negocuar ish ministri i mbrojtjes dhe sot këshilltar kryesor për çështjet ushtarake i Zelenskit, i cili ka refuzuar që ka qenë dakord me këtë plan gjatë artimit të tij, sepse ka thënë, unë nuk kam kompetenca për ta pranuar, unë thjesht kam marrë informacion teknik mbi këto plane, duke i shqyrtuar dhe duke negociuar për këto në emër të presidentit Zelenskit, ku ne i kemi deklaruar, tha këshilltari ushtarak i Zelenskit, i kemi deklaruar Shtetet Bashkuara që në mënyrë të vendosur jemi kundër 2-3 pikave. Në këtë plan kërkohet që disa territore të atyre pjesëve të shpallura me referendum para 2-3 vjetësh të Luhanskit dhe Donetskut, të cilat ende nuk janë spastruar nga ushtria ruse në të gjithë territorin e saj, presidenti Trump ka kërkuar që t'i jepen Rusisë dhe Rusia të lëshoj disa territore të tjera jashtë këtyre oblasteve ose komunave, duke marrë si kompensim pjesët e pa pushtuara ende të këtyre komunave, cilat zotërohen ose kontrollohen nga ushtria e Ukrainës. Njëkohësisht në plan përcaktohet që Ukraina nuk ka të drejtë të tyjë në NATO, por janë futur klauzolat e NATO-s, siç është klauzola numër 5, kur në qoftë se sulmohet një vend i NATO-s, atëherë gjithë aleanca është në luftë kundër agresorit, dhe ky nen do të funksionojë për Ukrainën e ardhshme. Ukrainës njëkohësisht nuk i lejohet të ketë më shumë se 600.000 ushtarë aktiv sipas këtij plani. Kundër këtij plani janë ngritur shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, siç janë Britania, Franca dhe Gjermania, kolona ose shtylla
vertebrale e Bashkimit Evropian, të cilët nuk janë dakord me këtë plan paqe dhe me të cilët po negocion Zelenski. Ndërkohë, kreu i shtabit të forcave të përgjithshme ushtarake të Francës, Fabian Mandon, ka bërë një takim në Kongresin e kryetarëve të bashkive dhe komunave të gjithë Francës, ku ai ka deklaruar që duhet të ringrihemi, Evropa është duke rënë, ne duhet të paguajmë një çmim të lartë me jetën e fëmijëve tanë për të risiguruar pozicionin ton të fuqishëm në politikën botërore. Një lajm tjetër i rëndësishëm është dalja e listës së Epsteinit. Këto ende nuk janë të konfirmuara. Presidenti Trump pranoi që kjo listë të publikohet. Në pararojë të publikimit të kësaj liste është WikiLeaks dhe derisa kjo listë të dalë zyrtarisht nga Shteti Amerikan, ne do të quajmë një listë konspiracioniste. Ju lutem juristë të paraqitë listën edhe në ju e shikoni në ekran, ku ne kemi nënvizuar me të verdhë në një listë me rreth 180 emra që i shikoni në ekran. Kemi nënvizuar individ nga bota e kulturës, kinematografisë, sporteve, politikës, bankingut, e të tjerë, të shërbime sekrete, po dhe politikës, si që është Ehud Barak, po e të tjerë. Kemi nënvizuar me të verdhë disa emra të cilët në mënyrë telegrafike mund t'i lexojmë, shikuesit dhe dëgjuesit e dinë pak a shumë se kush janë këta personazhe publik shumë të njohur. Akon, Al Gore, Alan Dershowitz, Alec Baldwin, Anderson Cooper, Angelina Jolie, Barack Obama, Ben Affleck, Bernie Sanders, Beyoncé, Bill Clinton, Bill Gates, Bruce Willis, Celine Dion, Cher, Demi Moore, Ehud Barak, George Clooney, Ghislaine Maxwell, Heidi Klum, Hillary Clinton, Jim Carrey, Joe Biden, John Podesta, John Travolta, Justin Trudeau, ish kryeministri i Kanadas, Katy Perry, Lady Gaga, Larry Summers, Lynn Forrester de Rothschild, vejusha e Edmond de Rothschildit, baronit të fuqishëm të dinastisë Rothschild të ndjerit. Madonna, Eminem, Meryl Streep, Michelle Obama, Miley Cyrus, Naomi Campbell, Oprah, Orlando Bloom, Paris Hilton, Prince Andrew. Këtu e çuditshme është që është edhe princi Charles. Dihet që janë dy vëllezërit, Andrew dhe Charles, dy djemt e të ndjerës mbretëreshe Elisabeta, e cila ndroi jetë para disa vitesh. Princi Charles e dëboi dhe hoqi të gjithë titujt vllajt vet princit Andrew, por në fakt kjo është një tronditje e madhe nëse edhe princi Charles ka qenë një pedofil dhe frekuentues i ishullit Epstein. Këtë do ta tregoj koha, akoma mund ta konsiderojmë si një listë e pasigurt. Quentin Tarantino, Rihanna, Robert De Niro, Sander Berger, Jay-Z, Sophie Trudeau, Steven Spielberg, regjizori madh i filmave shumë të realizuar të Hollywoodit, Tom Hanks. Këto janë emrat që unë kam menduar t'i nënvizoj për shikuesin. Besoj që shumica e këtyre emrave dihet se kush janë.
Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump ka kërkuar në prag edhe të një lufte me Venezuelën, por edhe në konfliktet e brendshme për politikat e veta për dëbimin e klandestinëve, të cilët kanë hyrë pa dokumenta në kohën e presidentit Biden, por edhe më mbrapa ndoshta dihet që Trump po përdor forcë për t'i dëbuar dhe ka një konflikt me disa nga organizatat e majta për cilat kemi folur dhe më përpara. Një pjesë e kongresmenëve demokrat, të cilët janë në pension ushtarak dhe vinë nga fushat e ushtrisë dhe të shërbimeve inteligjente, kanë bërë thirrje ushtarakëve të Pentagonit që t'i binden vetëm Kushtetutës së Shtetit e Bashkuara dhe jo presidentit Trump, duke akuzuar këtë të fundit se po sillet si një mbret dhe po shkel parimet me të cilat është drejtuar dhe është udhëhequr Amerika. Trump kërcënoi disa prej tyre, siç është kongresmeni i Colorados Jason Crow, duke e quajtur që po bëni një fajt të rënd që mund të dënohet dhe me vdekje. Netanyahu bisedon me sekretarin e shtetit Shtetet e Bashkuara Marco Rubio, i shqetësuar për deklaratën që u bë në takimin midis presidentit Trump dhe princit kurorës të Arabisë Saudite Bin Salman, që Shtetet e Bashkuara do t'i shisnin Arabisë Saudite disa avion midis cilëve dhe krenarin e ushtrisë amerikane, por dhe krenarin e arritjeve më të larta teknologjike të një aeroplani ushtarak siç është F-35. Kjo do të thotë që Izraeli, i cili zotëron këto avion, të humbiste avantazhin e vet strategjik në rajon në luftën në ajër, dhe për këtë Netanyahu, i shqetësuar, bisedoi me Michael Rubion, i cili ky fundit e siguroi që do të ruheshe avantazhi ushtarak në ajër nëpërmjet F-35-s i Izraelit në lindjen e mesme. Njëkohësisht, Netanyahu deklaroi se nuk do të ketë kur një shtet të Palestinës qoftë edhe në garancit e Arabisë Saudite. Përpara se Bin Salman të bënte vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara, presidenti i Iranit i ka bërë Mazut Pezeshkian i ka bërë një kërkesë me shkrim Bin Salmanit që të ndihmonte me ndërmjetësinë e tij pranë presidentit Trump për të rihapur negociatat bërthamore mes Iranit dhe Shtetet e Bashkuara. Investimi bërthamor sigurisht kërkohet prej Iranit që të bëhet për çështje paqësore, kryesisht në shërbim të prodhimit të energjisë elektrike për Iranin. Rusia ndihmon për të vendosur paqen në Kongon lindore, ku luftohet nga qeveria legjitime në Kinshasa me aleancën e shumë grupeve që quhen Aleancat e Lumit në lindje në Kongo. Kongoja është një shtet qendror në Afrikën e Jugut dhe ka luftime të përgjakshme midis komuniteteve të ndryshme brenda popullatave të saj. Rusia, e cila po negocion fort për paqen dhe është duke futur bizneset dhe njëkohësisht edhe tentakulat e veta për të kapur ekonominë afrikane, së bashku me shtetet tjera kolonialiste, siç janë Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Hollanda, Belgjika e të tjera, të cilët kanë influencë të madhe në shtetet afrikane. Një gjë të tillë po përpiqet ta bëjë dhe Kina. Pra një aleancë midis dy vendeve kryesore të BRICS-it, siç është Kina dhe Rusia, po përpiqen të depërtojnë në politikat antikolonialiste të perëndimit në Afrikë.
Një studim i fundit në Koren e Jugut ka treguar se ka një rritje të madhe prej 80% të tumoreve kanceroze në popullatën e Kores në 6 lloj tumoresh, ku spikatin tumoret në prostat dhe tumoret në mushkëri dhe gjendra tiroide, tek të vaksinuarit me vaksinat e COVID-19. Kjo tregon që të gjithë ata që kanë luftuar kundër vaksinimit, publikisht kundër vaksinimit me vaksinat e COVID-19, të cilët më përpara quheshin si konspiracionist, kanë pasur të drejtë që këto vaksina janë të dëmshme dhe nuk ka pasur pandemi, por një plandemi të organizuar. Në Shtetet e Bashkuara është bërë shqetësim përdorimi i ilaçeve psikotrope dhe pilulave për smundje të ndryshme psikologjike, siç janë mefshtësia dhe mungesa e përqendrimit e fëmijëve të vegjël në hapat e para të marrjes së shkollimit të tyre në ciklin e ulët të shkollave, dhe përfundojnë në mbarimin e shkollës së mesme me 18, 19 apo 20 ilaçe psikotrope të marra nga psikiatrit e ndryshëm, çka çon në dëmtime të trurit të këtyre personave. Ilaçet të cilat, pilulat të cilat ju rekomandohen janë disa, por ato që spikatin më shumë janë Concerta, pilulat Concerta që luftojnë mungesën e vëmendjes, Prozac që jepen kur ka një gjendje të keqe shpirtërore nga pacienti, Lorazepam kur pacienti paraqit ankth dhe pasiguri për të ardhmen. Kjo i shtyn në hapat e mëtejshme shumicën e këtyre milionave të fëmijëve drejt përdorimit të ilaçeve të tjera, po pse jo, edhe drogave të ndryshme organike ose sintetike. Në Izrael, në Jeruzalem, në ambasadën e Shteteve të Bashkuara, ambasadori shëtitës i presidentit Trump në Izrael u takua me një ish spiun të Izraelit, i cili ka qenë në funksione të larta në marinën detare të Shtetet e Bashkuara dhe në vitin 85 u zbulua që i kishte dhënë informacion të klasifikuar Izraelit në lidhje me inteligjencën ushtarake detare të NSA-s amerikane, ku ka dhënë 10 volume me inteligjencë dhe në vitin 2020 me ndërhyrjen me sa duket të Sheldon Adelson, mikut të Trumpit, ai që e ka ndihmuar Trumpin disa herë gjatë të dështimeve të tij financiare. Adelson u lirua pasi kishte bërë një dënim prej rreth 35 vjetësh. Dhe u dërgua me avionin e Adelsonit në Izrael, ku filloi t'i jepte këshilla atij që sot është ministër i brendshëm i Benjamin Netanyahut, Itamar Ben-Gvir. Nuk dihet se çfarë kanë biseduar përfaqësuesi i Trumpit dhe James Pollard. Argentina ndodhet në një krizë financiare të rëndë, të paktën ndodheshe deri në vjeshtër kur u bën zgjedhjet lokale. Kryeministri i saj Javier Milei, cili njihet si një mbështetës i Trumpit,
ishte parashikuar nga qeveria Trump të ndihmoheshe me $20 miliard për të përmirësuar ekonominë e Argjentinës nëpërmjet një borxhi që sekretari i thesarit Scott Bessent ishte urdhëruar të merrte nga 3 bankat kryesore të dinastisë Rothschild, siç janë JP Morgan, Bank of America dhe banka tjetër Citigroup, që është banka e Rockefellerëve. Duket se mbas zgjedhjeve në shtator ka një përmirësim të ardhurave dhe rritje të taksave në arkat e buxhetit të shtetit të Argjentinës, dhe kjo ndihmë, përveç se është pezulluar nga bankat, të cilat ndjekin politikat e tyre në lidhje me politikat e Argjentinës dhe i përdorin kreditet tyre për presione politike që Argentina dhe çdo shtet tjetër, para se të kreditohet nga financat e këtyre bankave, të rregullojë sjelljet e saj politike në fusha të caktuara. Por duket se Milei vetë nuk është i etur për të marrë këto lloj ndihmësh 2 muaj mbas zgjedhjeve lokale, por njëkohësisht edhe qeveria Trump ka hasur rezistencë për të marrë borxh dhe për t'ia kredituar këtë borxh Argjentinës nga bankat të cilat i përmenda më lart. Me këto lajme mendojmë ta mbyllim pasqyrën informative të javës në Gjeo Okult. Edhe njerë duke u kujtuar t'i bëni subscribe kanalit ton, nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe një fundjavë të këndshme.